Ne kemi nisur punën faktikisht, nga shkëputja përfituam kohë të ka urdisnim pak qepën edhe mishin, për recetën që ka zgjedhur Emiliano të gatuaj në kuzhinën e Reze Dielli me asistenten e tij. Me asistenten. Ndërkohë në kuzhinë një asistente, por në profesion Poco. je ti që zotëron ringun. Allora, abbiamo messo a rosolare la carne. Hajde më shpjego pak çfarë ju duhet dhe ku e ke mësuar këtë recetë, allora Emiliano? dove hai imparato questa ricetta? Allora, sinceramente l'ho vista sui social perché Sincerisht e kam parë në rrjetin social. però è quella che diciamo prendo sempre quando vado a mangiare un ristorante tipico albanese, quindi Është receta që unë marr gjithmonë, sidomos kur shkoj në një restorant tipik shqiptar. spero di farla bene. Allora, Shpresoj ta bëj questo mirë. è di Tirana, sì? Po edhe ka Li shijuar dhe puoi kemi dire gli ingredienti? Allora, gli ingredienti come no? Allora, abbiamo messo della carne di vitello, Ingredientet mish vicin, Si fa anche con? anche con il fegato. Però por abbiamo mund të preferito bëhet farla edhe me senza. mëlçin, por ne kemi zgjedhur mishin. E noi l'abbiamo fatta con cipolla, E kemi bërë me qep, e vabbè, carne di vitello l'ho detta, poi ci mettiamo della paprika, pastaj vendosim pepe, pak ovviamente. piper të kuq, un piper po' të di zi. burro. Qui abbiamo preparato pak del brodo gjall. di carne. che Aty dopo kemi andiamo ad përgatitur allungare, edhe lëngun e mishit. sia per qui con la carne che per fare la salsa. Është edhe për salcën, La është edhe salsa për la mishin. faremo con il cheese, la ricotta. Salcën ta bëjmë me gjiz, Gjiz ose ricotta? Della farina di mais. Me che è miel quella che- misri. noi facciamo la polenta, credo, no? Sì. Ok. E poi dopo aggiustiamo con aglio. E më pas me Poi ovviamente pudra bisogna mettere nel coccio quello tipico albanese e lo infiliamo. dhe më pas duhet ta vendosim në tavën e dheut, atë tipike Tavën e shqiptare. ballit që kemi në furrë, që futur duhet në të furrë. nxehet pak, dhe sjellim ashtu të përpara ndotur, balancohet lehtësia. Ok. Adesso che si sta fa, facciamo... Facciamo la cremina? La salsa? Atëherë, tani është momenti ndoshta të bëjmë pak salcën kremoze. Facciamo ancora un- A ke gatuar Emiliano në Itali në një recetë tradicionale shqiptare për familjen tënde aty? Të thonë, ai na bëjnë ndonjë gjë si dhëndër shqiptar, si dhëndër në Shkodër, na gatuin ndonjë recetë shqiptare. In Italia? Rome? In Italia no. Ma Në Itali. S'ke arritur, ë? No, non l'ho cucinato, la verità no, in Italia no. Qui Për sì, hir të però. vërtetës, Qui ne ho fatte jo. parecchie a casa. Kurse këtu Sì, në shtëpi a casa- kam bërë disa. Abbiamo fatto L'ultima anche- hai fatto tough course. Tough così. Abbiamo fatto anche la fergheso. Kam bërë fergesën, kam bërë tavën e kosit. Tough course. Tani, si do të hanis, Sì. vendos një herë vaj në ullirit, Tanto. Vai. Ok, bisogna mettere la farina adesso. por i vendosim sërish të vaj, dhe tani është momenti që të vendosim edhe Il miellin. albanese è uno dei più buoni che io abbia mai assaggiato. Është ndër më të mirat Allora, receta ti shqiptare metti që unë tu kam solo giri. provuar ndonjëherë. Metti, vai. Ok, abbastanza. Ok. Dici, secondo me forse ancora un po', Silvana. No. Thuaj Silvana, ti të Abbastanza. ndohesh nga recetat, nga gatimet? Ndoshta në fillim, me aromën, me në fillim shijen. kur e kam nis këtë sport, por tani jo. Ok? Si ja del një sportist, duke qenë se the që është një sport shumë i kushtueshëm. Pianto ancora un pochino, sì. Si. Është sport shumë i kushtueshëm, si edhe punoj, edhe të ardhunat në ushqim. Ja, të gjitha të dedikuara dhe të fokusuara në Foku performancën në- tënde, në ushqimet që ti zgjedh të konsumosh për të mbajtur trupin, muskujt. Po. Tani Emiliano, e kemi në rregull, e Aspetta, kemi mettiamo un miellin po' në di- rregull. Që të marrin zesin, mbase duhet kalosh në një vatër tjetër, po mos është më e Chi nxehtë l'assaggia tjetra. dopo? Dhe do ta Do ta provoj më pas. ne të gjithë bashk. Shpresova që Silvana ta thyente pak sot, po No, s'ka shans. Silvana non può, però. Silvana, Ti fidi di me? Ti fidi di me? Ti besim tek unë. Vai, metti. Vai. tani si në çdo çift ka ato ulje ngritjet e veta, debatet. Jano nga njëherë blokohet në rrjetet sociale. Është i fokus, është i varur. Ka krijuar një varësi Një në varësi rrjetet e ka sociale, po kriju. dhe i pëlqen. Si e tha aq parë që edhe Por kur nga shkon në njëherë duhet se zbën me staku. Mettiamo adesso? Bisogna staccare perché sennò diventiamo pazzi. Kjo është arsyeja që gjen Silvana, më fal, për ta patur një debat mes jush. Po Emiliano, çfarë arsye gjen për të apo ti e kështu Emiliano ndoshta tolerante një palestër që për çdo gjë më streson. Më streson për mirë, kuptim që jep Është më kritik. tepër është kritik. Ok, mettiamo qua. Vai, questo è più Seri grave. keni ndruar këto tiganët për të arritur kohën
E cila është drejt përfundimit për të përfunduar recetën e tavës, ndërkohë produktet ju i dini dhe kjo është një dëshirë jona për të sjellë një italian të gatuaj një recetë tradicionale shqiptare, ka lezet në çift të gatuajnë njëri e Tiranës, po njëri trazon në njërin tigan, tjetra në tiganin tjetër dhe ne e kuptuam recetën duke patur të dyja afër dhe salcën. Salcë shtuam edhe tek, si tha Emiliano para se të fillonim. Unë si italian, këse recete, qëro t'i shtonte Emiliano? Emiliano i pëlqen edhe speci kuq. Higës. Jo, speci normal, i amel, speci, por e Tiranës nuk bëhet me spec, kështu që... A specifikat e veta? No, lì basta, lì sì, un po' di... Edhe gjizën do t'ja shtojmë dhe... Emiliano tha që parë që nëse do t'a gatuaja si një a italian, por nëse do t'a ndërthurja pak me guzhinën dhe atë mënyrën, teknikën se si gatuajmë ne në Itali, do t'a shuaja mishin me verë dhe është normale që edhe mund t'a shuaj me verë. Cosa aggiungerei a questa ricetta italiana? Secondo me un po' di peperoni ci sarebbe. Si pas meje, pak speci kuq është perfekt. All'inizio l'avrei sfumato con il vino magari. Dhe ndoshta në fillim do ta sfumoja pak me verë. No, e qua. Tani gati për tek tava, se... Aspetta, un secondo. Tu metti questa qua adesso, perché non abbiamo troppo tempo. Aglio. L'aglio fallo piccolo piccolo, Silvana. Sì. Të vogla fare të shtypur madje. Sa përshije për ta ndier shihen bukur edhe Vai, pjesa. metti adesso, metti. Siamo dentro? Sì, tutto. Abbassa un po'. Mbyllim pak, e ulim temperaturën dhe tani... Metti tutto. Non ci insultate da casa, Emiliano, stai facendo meglio che noi albanesi. Apprezzate il nostro impegno, Ke gatuar shumë mirë. Se no poi Ok, gira bene. Erën tjetër të ftojmë, të përgatisim një past që do t'i ndërthurte edhe elementet e guzhinës italiane, por do t'a përshtasë, si shta, me guzhinën tonë. Ok, super. Reakcioni që ndodhë kur shtojmë masën e mishit edhe të Comunque questa è gjizës. proprio la scena a casa, è così, Sì, a casa fai casino. Solo che io Dimoni sporco e le njëri pulisce. tjetrin. Qui in shtëpi Emiliano Io comunque amo cucinare. Vetëm gatuan apo edhe bën punët? i bën punë, por më tepër rumuj. Super, ka aromë të mirë. Si çdo recetë jona tradicionale me cilën është fiksuar Emiliano, ta promovoj atë edhe në blogun e tyre. Ok, gira. Gati, masa duket e lidhur mirë, L'olio kompakte, uscito derisa të fuori. mos Adesso ngjis. lo mettiamo quando lo mettiamo lì, il burro. Tu kemi, ndoshta mund t'i vendosësh dhe pak tjetër, mirë thot, që ta përmirësoj më mirë Il shijen. colore e la consistenza sembra quello, Edhe pak gjalp dhe është e nxehur në temperaturën e duhur. Përpara Gjalpin dhe për të gjithmonë. qenë në temperaturën e tavës. Ok, puoi mettere adesso. Sekreti është të ketë këtë lloj konsistence. Ci siamo? Ok. Gati. Atëherë jemi. Dhe kur të piqet, derisa yndyrra të dalin në sipërfaqe, do të tregoj që tava është gati. Të lumt Emiliano, bravo. Posso aprire il ristorante albanese? Vlerësoj. Gatini Si dihet në të ardhmen në Atëherë restorant nosim shqiptar. in forno quanto ci va? 180 gradi finché non fa... Io non vado a tempo, A te ti secondo me quando piace? fa una piccola Mund ta vendosësh crosticina... Emiliano, Mi ta pëlqen kërcen ajo në fund. pjesa Shkojmë me e- kohën, se sa e shoh, ajo si sipër. gatuhet. Vado, Brava, bella proprio. Apri. Non Apri, fai niente Silvana. senza di me. Senza Silvana sono un uomo finito, eh? Pa Silvanën jam një burr i mbaruar. Coach edhe në Jo. sport. Gatuam me Emilianon dhe Silvanën, na kënaqet sot. Fatemi dire l'ingrediente finale, il più importante di tutti. Do ta Ingredienti final Asa bukur është dhe një dashuria putje që për ta kemi mes nesh. mbyllur, për ta mbyllur këtë bisedë me ju. Faleminderit shumë. Ju uroj Faleminderit gjithë shumë. mirat, shëndet Grazie a dhe voi. suksese në Grazie. profesionin Faleminderit. tuaj. Grazie. Ju përshëndes, miropafshim.